çdo ditë. Kjo është sa shpesh mund të keni gjethe të freskëta sallate dhe spinaci direkt nga kopshti juaj. Nëse dini një gjë të thjeshtë, një zonjë nga Shkodra më shkroi muajin e kaluar. Thoshte, mbjell sallatë çdo pranverë. Rritet bukur, pastaj në qershor kthehet e hidhur dhe nxehtë. Pastaj nuk di çfarë të bëj. 6 muaj pas sallatë nga kopshti, sot do t'i japim zgjidhjen. Jo vetëm asaj, por të gjithë juve, sekreti nuk është çfarë mbjellni. Është kur mbjellni dhe si mbjellni mbjellje pas mbjelljes. Me këtë metodë keni sallatë dhe spinaq nga shkurti deri në dhjetor, pothuajse gjithë vitin, qëndroni deri në fund sepse skena e 10, ajo e mbjelljes pasuese. Është sekreti që pak njerëz e njohin dhe që e bën ndryshimin midis 2 javëve sallatë dhe 10 muajve sallatë. Para se të fillojmë, nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Para se të hyjmë te hapat praktik, duhet të kuptoni pse sallata dhe spinaci sillen ashtu siç sillen. Kjo shpjegon gjithçka. Sallata, Lattuca sativa dhe spinaci, Spinacia oleracea, janë bimë të sezonit të ftohtë. Kjo është informacioni më i rëndësishëm, jo bimë vere. Bimë të sezonit të ftohtë, temperatura optimale e rritjes është midis 10 dhe 20 gradë. Nën 5 gradë ngrin. Mbi 25 gradë ndodh diçka shumë e rëndësishme. Bima fillon procesin e lulëzimit të hershëm, të quajtur bolting ose dërgim drejt farës. Kur sallata fillon bolting, gjithçka ndryshon. Gjethet bëhen të vogla dhe të forta, shija bëhet e hidhur dhe bima fokusohet tërësisht në prodhimin e farës. Nuk prodhon më gjethe të shijshme dhe të buta. Ky është problemi i zonjës nga Shkodra. Në qershor temperatura kalon 25 gradë dhe sallata fillon bolting. Spinaci është edhe më i ndjeshëm ndaj nxehtësisë. Fillon bolting edhe nga 20 gradë kur ditët bëhen të gjata, por kjo biologji na jep gjithashtu mundësinë. Nëse mbillni sallata dhe spinaq gjatë periudhave kur temperatura është midis 10 dhe 20 gradë, keni gjethe të shijshme dhe prodhim të bollshëm. Kjo do të thotë 2 sezone kryesore. Pranvera e hershme dhe vjeshtja. Por me metodën e mbulesave dhe varieteteve të duhura, mund ta zgjasni edhe në dimër. Zgjedhja e varietetit të duhur është hapi i parë dhe ndikon drejt për drejt sa kohë do të keni sallatë të shijshme. Varietetet e sallatës. Sallata me kokë lloji Butterhead si Merveille des Quatre Saisons është varieteti më i mirë për klimën shqiptare. Ka gjethe të buta, shije të ëmbël dhe toleron pak nxehtësi më shumë se varietetet e tjera. Sallata Lolo Rossa dhe Lolo Bionda janë varietetet me gjethe të kaçuruara të kuqe dhe të gjelbra. Prodhojnë shumë shpejt, 35 deri 45 ditë nga mbjellja, dhe janë shumë dekorative. Sallata me gjethe të hapura, Leaf Lattuce, si Red Size dhe Oak Leaf janë varietetet ideale për korrje gjethe pas gjetheje pa pritur kokën e plotë. Mbillni një herë dhe korrni çdo 7 deri 10 ditë për muaj të tërë. Sallata e dimrit, Interconning dhe Arctic King janë varietetet e selektuar posaçërisht për temperatura të ulta dhe janë ideale për mbjelljet e vjeshtës dhe dimrit me mbulesë. Varietetet e spinaqit. Spinaci Viroflai është varieteti klasik me gjethe të mëdha të errëta. Prodhon bollëk por fillon bolting relativisht shpejt me nxehtësinë. Spinaci Palco dhe Dolphin janë varietetet hibride moderne me rezistencë shumë më të lartë ndaj bolting. Japin 2 deri 3 javë më shumë prodhim se varietetet klasike para bolting. Spinaci i Zelandës së Re, Tetragonia tetragonioides, nuk është spinaq i vërtet, por sillet si spinaq dhe është plotësisht rezistent ndaj nxehtësisë. Prodhon gjatë gjithë verës kur spinaci i vërtet ka dështuar. Cilat të gjithë ja rekomandoj. Rucola ose rëkola është alternativa perfekte për muajt e verës kur sallata dhe spinaci kanë dështuar. Toleron nxehtësinë shumë më mirë dhe ka shije pikante të veçantë. Nëse po mësoni diçka të re sot, abonohuni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Sallata dhe spinaci kanë rënje të cekta, 15 deri 25 cm thellësi.
Kjo do të thotë se toka e sipërme është ajo që ka rëndësi, jo thellësia. Toka ideale. Toka duhet të jetë e lehtë, e pasur me lëndë organike dhe me kullim shumë të mirë. Sallata dhe spinaci nuk tolerojnë ujin e stagnant. Rrënjët kalben shpejt. 2 javë para mbjelljes, shtrojeni 7 deri 10 cm kompost të pjekur mirë dhe përzierni me tokën e sipërme deri 20 cm thellësi. Kompostimi i mirë siguron të gjitha lëndët ushqyese bazë dhe mban lagështinë uniform. Shtoni gjithashtu gjysmë gote hidruri për metër katror. Kaliumi dhe kalciumi i hirit ndihmon rritjen e shëndetshme të gjethteve dhe forcon strukturën qelizore. Për ideal, sallata preferon për midis 6 dhe 7, pak acidik deri neutral. Nëse toka juaj është shumë acidike, shtoni pak gëlqere bujqësore. Nëse është shumë alkaline, shtoni pak torf ose kompost pishe. Shtrirja e shtratit. Sallata dhe spinaci rriten shumë mirë në shtretër të ngritur, 20 deri 30 cm lartësi. Shtretërit e ngritur sigurojnë kullim perfekt, tokë të ngrohtë në pranverë dhe janë shumë të lehtë për t'u menaxhuar. Nëse jeni duke mbjellë drejt për drejt në tokë, bëjeni rreshtat me drejtim veri-jug për të maksimizuar ekspozimin ndaj dritës. Tani le të hyjmë te mbjellja konkrete. Hap pas hapi, mbjellja nga fara direkt në tokë. Thellësia e mbjelljes 0,5 deri 1 cm. Jo më thellë. Farat e sallatës janë shumë të vogla dhe kanë nevojë për dritë për të mbirë. Farat e mbjella shumë thellë nuk mbin. Distanca midis farave 1 deri 2 cm. Do të ralloni më vonë. Është më mirë të mbillni dendur dhe të rallohen se sa të mbillni shumë larg dhe të keni boshllëqe. Distanca midis rreshtave 25 deri 30 cm. Kjo siguron qarkullimin e ajrit dhe lejon korrjen e lehtë. Pas mbjelljes, mbuloni me një shtresë shumë të hollë toke ose kompost. Jo më shumë se 0,5 cm. Lagni butësisht me ujë të imëll. Kur mos lagni me rrjedhë të fortë ujit sepse ajo largon farat nga pozicioni. Mbjerja ndodh brenda 5 deri 10 ditësh nëse temperatura e tokës është midis 10 dhe 20 gradë. Mbjellja nga fidan. Fidanët e sallatës dhe spinaqit mund të filloni brenda 3 deri 4 javë para transplantimit jashtë. Transplantoni kur fidanët kanë 4 deri 6 gjethe të vërteta dhe lartësi 8 deri 12 cm. Distanca e transplantimit 25 deri 30 cm midis bimëve. 30 deri 35 cm midis rreshtave. Transplantoni pas dite vonë ose ditë me re. Ujisni thellë menjëherë pas transplantimit. Rallimi. Kur fidanët e mbirë arrin 3 deri 4 cm lartësi, rallojini duke lënë distancën e duhur. Mos hidhni fidanët e hequr. Janë të shijshëm si sallatë e re, microgreens shqiptare. Mbjellja e spinaqit. Spinaci ka fara pak më të mëdha. Thellësia 1 deri 2 cm. Distanca midis farave 3 deri 4 cm. Distanca midis rreshtave 20 cm. Spinaci mbin shumë shpejt, brenda 5 deri 7 ditësh kur temperatura e tokës është mbi 10 gradë. Rallojini kur arrin 5 cm lartësi duke lënë 10 deri 15 cm midis bimëve. Ky është hapi që shumica e kopshtarëve nuk e njohin dhe që e bën ndryshimin midis 2 javëve prodhim dhe 2 muajve prodhim nga e njëjta bimë. Korrja e gjethteve të jashtme. Sallata dhe spinaci kanë 2 mënyra korrjeje. Korrja e kokës së plotë, ku hiqni të gjithë bimën njëherësh. Dhe korrja e gjethteve të jashtme, ku hiqni vetëm gjethet e jashtme dhe lini bimën të vazhdojë të rrijë. Korrja e gjethteve të jashtme është sekreti. Hiqni gjithmonë gjethet e jashtme dhe të vjetra duke lënë qendrën e bimës. Çdo herë që hiqni gjethet e jashtme, bima prodhon gjethe të reja nga qendra. Me këtë teknikë, e njëjta bimë mund të japë gjethe për 4 deri 8 javë. Jo 10 ditë. 4 deri 8 javë, si bëhet sakt, priteni gjithmonë me gërshër të pastra, kur mos tërhiqni me dorë.
Tërhiqja me dorë dëmton rënjët dhe shpesh e nxjerr bimën nga toka. Hiqni gjethet e jashtme kur kanë arritur madhësinë e dëshiruar, zakonisht 8 deri 15 cm gjatësi. Lini gjithmonë të paktën 5 deri 6 gjethe të reja në qendër, korrni herët në mëngjes. Gjethet janë në gjendje optimale herët në mëngjes, para nxehtësisë. Gjethet e korruara herët janë shumë më krokante dhe qëndrojnë shumë më gjatë të freskëta në frigorifer, shenjat që tregojnë bolting, kur shihni se bima fillon të rritet vertikalisht nga qendra me kërcellin e gjatë dhe të hollë. Ka filluar bolting. Korrni gjithçka menjëherë. Gjethet janë ende të shijshme për disa ditë, por po bëhen të hidhura. Mos prisni. Ujitura e sallatës dhe spinaqit. Sallata dhe spinaqi kanë rënje të cekta dhe kanë nevojë për lagështi konstante. Por kur uji stagnan, ujisni çdo ditë ose çdo 2 ditë gjatë periudhave të thata. Kontrolloni tokën duke futur gishtin 2 cm. Nëse ndihet e thatë, ujisni menjëherë. Sallata e thatë bëhet e hidhur shumë shpejt, kur mos lagni mbi gjethe gjatë pasdites. Gjethet e lagura natën janë porta kryesore e hyrjes për sëmundjet kërpudhore. Ujisni gjithmonë direkt mbi tokë herët në mëngjes. Sistemi pik-pik është ideal për sallata dhe spinaq. Siguron lagështi të qëndrueshme direkt te rënjët pa lagur gjethe kurrë. Mulçimi 3 deri 5 cm kash rreth bimëve mban lagështinë dhe parandalon lagështinë e tepërt rreth gjetheve të poshtme. Ushqyerja, sallata dhe spinaqi janë bimë me cikël të shkurtër. Nëse toka është e pasur me kompost, shpesh nuk kanë nevojë për plesi shtesë, por nëse gjethet janë të zbehtë dhe rritja është e ngadaltë, shtoni çaj kompostimi çdo 2 javë. Hollojeni 1/5 dhe aplikojeni direkt mbi tokë, rrobull kafeje çdo 2 javë rreth bazës. Azot organik natyral i disponueshëm shpejt për gjethet të gjelbra dhe të shëndetshme, kur mos plehosni me azot të lartë shumë pranë korrjes. Nitrat i lartë në gjethe para korrjes nuk është i shëndetshëm. Bolting i hershëm, shkak, temperatura mbi 25 gradë ose ditë shumë të gjata. Zgjidhja, mbilni varietete rezistente ndaj bolting, mbuloni me rrjet hijesuese 30% gjatë mesditës, mbilni në ekspozim verior ose në hije të lehtë gjatë muajve të ngrohtë, gjethe të hidhura, shkak, thatësi ose nxehtësi ekstreme ose bima ka filluar bolting. Zgjidhja, ujitje e qëndrueshme, hijezim gjatë mesditës, korrje e gjerë e gjetheve para se temperatura të rritet, gjethe të verdha, shkak, mungesa e azotit ose për i gabuar ose ujitja e tepërt. Zgjidhja, çaj kompostimi çdo javë, kontrolloni pH dhe kullimin, kalbëzimi i bazës, dumping off, sëmundje kërpudhore që prek fidanët e vegjël. Kërcellja bëhet e hollë dhe e zezë nga baza dhe bima bie. Shkak, lagështi e tepërt dhe ventilim i dobët. Zgjidhja, reduktoni ujitjen, siguroni qarkullim ajri, shmangni mbjelljen shumë të dendur, slugat dhe krimba, dëmtuesit kryesor të sallatës. Aktive natën. Zgjidhja natyrale, pluhur kafeje rreth bimëve krijon barierë. Lëvozhga veze të bluara krijon barierë fizike. Kurthet me birë, enë të vogla të zhytura në tokë me pak birë, i tërheq dhe i mbyt nëse, miza e bardhë, hitefli, insekte të vogla të bardha nën gjethe. Tretësira e sapunit të zarzavateve herët në mëngjes. Ky është sekreti kryesor i videos dhe ai që e bën ndryshimin midis 2 javëve sallat dhe 10 muajve sallat. Mbjellja pasuese ose suksesion planting do të thotë që nuk mbillni të gjitha sallat njëherësh. Mbillni sasi të vogla çdo 2 deri 3 javë gjatë gjithë sezonit. Kur mbjellja e parë është gati për korrje, mbjellja e dytë sapo ka filluar të rritet. Kur mbjellja e dytë mbahet, mbjellja e tretë po vjen. Kur nuk mbeteni pa sallat, plani konkret, mbjelljet e hershme të pranverës, shkurti dhe marsi, me mbulesë plastike ose agrovelo nëse temperaturat janë ende të ulta, mbjelljet e pranverës, prilli dhe maji, temperatura është ideale. Mbjelljet e verës, shmangni sallatën dhe spinaqin.
Mbilni rukola dhe spinaq të Zelandës së Re, mbjelljet e vjeshtës, gushti dhe shtatori, temperatura poftohet ideale, mbjelljet e vjeshtës së vonë, tetori dhe nëntori, me mbulesë plastike ose tunel, mbjelljet e dimrit, dhjetori dhe janari. Vetëm me mbulesë të mbrojtur mirë, sasia e rekomanduar për familje 4 personash, mbillni 30 deri 50 bim çdo 2 deri 3 javë. Kjo siguron korrje të mjaftueshme pa humbje, mos mbillni kurrë shumë njëherësh. Sallata piqet e gjithë njëherësh dhe nuk mund ta hani gjithçka. Mbillni pak por shpesh. Ky hap ju lejon të keni sallatë dhe spinaq kur askush tjetër nuk ka. Shkurt dhe dhjetor, tunel i thjesht plastik, tunel i thjesht me hark metalik ose bambull dhe plastik bujqësore mund të ngrihet në çdo kopsh brenda 30 minutash. Mban temperaturën brenda 4 deri 8 gradë më të ngrohtë se jashtë. Kjo është mjaftueshme për të mbajtur sallata dhe spinaq aktive deri në dimër të thellë. Agrovelo ose flece bujqësor, mbulesa e lehtë e bardhë bujqësore, agrovelo, është zgjidhja më e thjeshtë dhe e lirë. Vendoseni direkt mbi bim pa mbështetje. Lejon dritën dhe ujin të kalojë por mban nxehtësinë. Mbron deri 3 deri 5 gradë, ideal për mbjelljet e vjeshtës. Hiqeni gjatë ditës kur temperatura është e mjaftueshme, vendoseni natën, shtretërit e ngritur me mbulesë, shtretërit e ngritur të kombinuara me tunel plastik janë zgjidhja perfekte. Toka e ngritur ngrohet shpejt pranverë. Tuneli mban nxehtësinë. Mund të filloni mbjelljen 4 deri 6 javë para sezonit normal. Drita artificiale. Nëse keni mundësi, drita artificiale LED me spektër të plot, 16 orë ditë artificiale gjatë dimrit. Ju lejon të mbani prodhim gjatë gjithë dimrit brenda shtëpisë ose serës. Janari. Mbjellja brenda me dritë artificiale ose në serë të ngrohtë. Sallatë dhe spinaq i disponueshëm nëse keni mbuluar mbjelljet e dhjetorit, shkurti, mbjellja e parë jashtë me agrovelo ose tunel. Temperatura fillon të ngrihet. Varietetet e dimrit, marsi, mbjellja e dytë jashtë pa mbulesë. Temperaturat ideale. Mbjellja çdo 2 javë, prilli dhe maji, prodhimi maksimal i pranverës. Mbjellja çdo 2 javë pa ndërprerje, qershori. Shmangni sallatën dhe spinaqin e zakonshëm. Mbillni rukola dhe spinaq të Zelandës së Re. Temperatura shumë e lartë, korriku dhe gushti, vetëm rukola dhe spinaq i Zelandës së Re. Përgatitni shtretërit për mbjelljen e vjeshtës. Shtatori, mbjellja e parë e vjeshtës. Temperatura ideale. Prodhimi nis pas 4 deri 6 javësh, tetori. Prodhimi i vjeshtës. Mbjellja e dytë e vjeshtës, nëntori, mbulesë natën. Prodhimi vazhdon, dhjetori, tunel plastik ose serë. Varietetet e dimrit. Prodhimi i kufizuar por i mundshëm. Sallata dhe spinaqi janë bim perfekte për t'u kombinuar me bim të tjera në kopsht. Kjo quhet bashkëmbjellje dhe ka benefite reale. Sallata nën domate dhe speca. Kur mbjellni domate ose speca, mbillni sallat midis tyre. Sallata mbulon tokën dhe mban lagështinë. Gjethet e gjera të sallatës parandalojnë rritjen e barojave. Dhe sallata korret para se domatet të rriten shumë dhe ta mbulojnë. Sallata me karrota. Karrota rriten ngadalë dhe nuk zën shumë hapësirë sipër tokës. Mbillni sallat midis karrotave. Sallata korret para se karrota të ketë nevojë për të gjithë hapësirën. Spinaqi nën pemë frutore, shtretërit nën pemë frutore janë shpesh të papërdorur. Spinaqi rritet mirë në hije të lehtë dhe përdor hapësirën që ndryshe mbetet e zbrazët, bim që ndihmojnë sallatën, kopra dhe majdanozi mbajnë insektet e dëmshme larg sallatës. Lavanda dhe kalendula tërheqin insektet e dobishme. Hudhra e mbjellur midis sallatave mbron nga dëmtuesit dhe sëmundjet, bim që dëmtojnë sallatën. Mos mbillni kurrë sallatë pranë selinos pasi konkurrenca për lëndë ushqyese është e madhe. Mos mbillni pranë qepëve sepse mund të ngadalsojnë rritjen e sallatës.
Salata e sapokorur nga kopshti juaj është shumë superiore ndaj sallatës së tregut. Por si e ruani sa më gjatë, ruajtja e sallatës, pasi korni gjethet, shpëlajini menjëherë me ujë të ftohtë. Kullojini mirë. Vendosini në qese plastike me pak lagështi ose në enë me kapak me letër kuzhine të lagur brenda. Në frigorifer qëndrojnë të freskëta 5 deri 7 ditë, kur mos lani gjethet nëse nuk do t'i hani menjëherë. Lagështia e tepërt shpejton prishjen, gjethet e sapokorura herët në mëngjes para se dielli të ngjitet janë shumë më krokante dhe qëndrojnë shumë më gjatë se gjethet e korruara gjatë ditës kur janë të vlefta nga nxehtësia. Ruajtja e spinaqit. Spinaqi i freskët qëndron 3 deri 5 ditë në frigorifer. Nëse keni sasi të madhe, zbardhni spinaqin 2 minuta në ujë të vluar, ftojeni shpejt në ujë me akull dhe ngrini. Zgjat deri 6 muaj në ngrirje, shfrytëzimi maksimal i bimës. Kur sallata fillon bolting dhe nuk e doni më për sallatë, mos e hidhni. Gjethet e reja të brendshme ende janë të shijshme. Lulet e sallatës janë të ngrënshme dhe dekorative për sallata. Farat mund t'i grumbulloni për mbjelljen tjetër. Bima e vjetër e hedhur bëhet kompost i shkëlqyer. Zonjës nga Shkodra, tani e dini çfarë i ka ndodhur sallatës suaj. Nuk ka qenë gabimi juaj. Temperatura e qershorit e ka çuar në bolting. Zgjidhja është e thjeshtë, mbillni herët, mbillni shpesh dhe mbillni varietete rezistente ndaj nxehtësisë, me metodën e mbjelljes pasuese çdo 2 deri 3 javë, shkurti deri në dhjetor do të keni sallatë dhe spinaq të freskët nga kopshti juaj. Jo nga tregu. Nga kopshti juaj, shkruani në komente çfarë problemi keni pasur me sallatën ose spinaqin tuaj. Kur lulëzon, kur bëhet e hidhur, kur nuk mbin. E lexoj çdo koment. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që dëshiron të ketë sallatë të freskët nga kopshti i vet. Shihemi javën tjetër në kopshti i agimit. Mirupafshim.